drejtimi do marr protesta tani, duket sikur është në kulm të saj, sikur e thash edhe në hyrje, por ndoshta momenti më delikat. Është realisht një nga momentet më delikate të protestës. Në radhë parë duhet të them që protesta është tregues i shpirtit pastër shqiptar. Ata të rinj dhe ata të reja që dalin, protestojnë, të cilët e kanë kuptuar se kjo pari kriminale që ka 35 vite që funksionon së bashku në mënyrë kompakte, jo vetëm po shkatërron vendin, jo vetëm po shet vendin copa-copa, jo vetëm nuk ka respekt për asgjë për mbrojtjen e bukurive natyrore shqiptare, por ka punuar kompaktësisht dhe vazhdimisht për t'ia vjedhur shqiptarëve të tashmen dhe për t'ia minuar të ardhmen. Pra, është një pari e cila nuk ka dallim me njëri tjetrin, është një pari e cila bashkëpunon, e cila ka krijuar një oligarki të mirë strukturuar, e cila ka tani më futur rrënjë thellë në çdo qelisë të shtetit shqiptar dhe çdo shqiptar me zemër të pastër dhe me frymën e kësaj proteste e kupton që problemi nuk është njëri person apo tjetri, po janë të gjithë bashkë, është sistemi që ata kanë krijuar dhe çdo ndryshim kozmetik, çdo ndryshim që largon një palë dhe bën një palë tjetër, nuk mundet me qenë zgjedhja. Dhe kjo është deri më sot një nga meritat më të mëdha të kësaj proteste. Së dyti, protesta është një moment kyç, për shkak se rinia dhe ata që janë në shesh, se nuk janë vetëm të ri, janë të gjitha llojeve, profesionistë, familjarë të tjerë, kanë treguar se këtë herë nuk do të tërhiqen kollaj. Pra kanë treguar qëndrueshmëri dhe kanë treguar vendosmëri. Tani dhe kjo kuptim juaj se ju orientonit si mund të futet në hulli, pra të kanalizohet e gjitha kjo. Pra, kemi ardhur në pikën ku tani më këto kërkesa duhen të futen në një hulli e cila të shkojë drejt shtetkombit të shqiptarëve, e cila është vetëm një zgjidhje. Siç e kemi thënë bashkë me kolegët dhe miqtë e mi që nga viti 2015 e këtej me nismën Bleta Shqiptare më tutje, kjo ishte rruga. Ky ishte rrugtimi që duhej marrë dhe tani duhet të futur në atë hulli protesta, pra duhet organizuar që njerëzit të kenë edhe besimin tek njëri tjetri, kenë edhe besimin tek ata që zgjidhen për të përfaqësuar, po të kenë edhe besimin se kushdo që të marrë pushtetin, cili do qoftë sistemi i ri, sepse sistemi i vjetër tani më ka rënë, cili do qoftë sistemi i ri, ai të punoj për shqiptarët, për një shtetkom të shqiptarëve. Vërtet e besoni këtë që ka rënë sistemi i vjetër, sepse këto 35 vite e kemi thënë disa herë. Jo bashkë, po unë nuk e kam thënë herë tjetër që sistemi jo bashkë, e kam fjalën, por e kemi dëgjuar të artikuluar shumë herë që ra sistemi, ndërkohë që janë po ata. Ka qenë artikuluar nga njerëz të cilët kishin interes që të gënjenin për hir të atij sistemi, ka qenë artikuluar nga fatkeqësisht edhe disa kolegë tuaj nëpër studio televizive të darkës, të cilët kanë interes sepse paguhen mirë për të gënjur shqiptarët, të cilët kanë interes sepse jetojnë si milioner duke qenë gazetar, duke gënjur shqiptarët dhe duke mashtruar shqiptarët, edhe duke u bërë si ekspert pa qenë ekspert hiç. Unë mendoj që këtë herë është ndryshe për një arsye të veçantë. Këtë herë nuk është thjesht një protestë kundrejt një partie apo një rrymë politike, është një protestë e cila shkon në zemrën e pushtetit të Paris. Pushteti i Paris të Tiranës ka qenë një pushtet i krijuar mbi shkëlqimin fals të Bashkimit Evropian, të hyrjes në Bashkimin Evropian, të zhvillimit të vendit, mirë po ajo që ka ndodhur, çfarë ka bërë kjo pari? Kjo pari ka shkatëruar arsimin, kjo pari ka shkatëruar ekonominë dhe e ka bërë oligarkike. Kjo pari ka hequr çdo lloj mundësie gjithkujt për të jetuar me nder. Kjo pari nuk jep mundësi politike për askënd që do t'i bëj punët ashtu siç duhet.
Dhe kjo, mbas gjithë këtyre viteve, ka mbërritur që të gjithë njerëzit e kuptojnë këtë dhe e kuptojnë që në Shqipëri, kjo më e rëndësishme, kjo pari i largon njerëzit. E shqiptarizon Shqipërinë dhe po don me i zëvendësu shqiptarët me njerëz të tjerë. Dhe ka ardhur thikan ashtë dhe shqiptarët e kanë kuptuar. Ndaj dhe këtë herë sistemi i ka rënë legitimiteti, ndaj dhe këtë herë unë besoj që me gjithë se do të ketë përpjekje për futjen e rrymave të tjera, siç ka pasur, siç janë përpjekur që të protest ta instrumentalizojnë, është e pamundur që të rikthehemi tek status quo-ja që ishte, shqiptarët nuk e